Veç paralizimit të qarkullimit për qytetarët, aksi Librazh-Pogradec është ndëruar në problematik madhore edhe për mjetet e tonazhit të rënd që transportojnë mallra nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut. Si zgjidhje, autoriteti rrugor shqiptar ka orientuar shoferët të kalojnë nga dogana e Bllatës, që lidh Shqipërinë me Dibrën e Madhe, duke ndjekur itinerarin pika e kalimit kufitar Qafthan, Maqedoni e Veriut, pika e kalimit kufitar Bllatt, rruga e Arprit për të ardhur më tej drejt Tiranës. Edhe pse për drejtuesit e kamionëve, kalimi nga Maqedonia e Veriut drejt doganës së Bllatës është parë si zgjidhje nga autoritetet, edhe kjo rrugë paraqet dëmtime të shumta, ku gropa dhe çarit në asfalt vërehen në të gjithë gjatësinë e aksit. Nga ana e Maqedonisë së Veriut, rruga nuk ka dëmtime, duke ofruar dy realitete të kundërta, vetëm pak metra, këtej dhe andej kufirit. Mes dy doganave rruga katastrofë, siç duket. Sa po të kalosh pjesën nga mesi andej, duket vetë asfalti që është as gropa, as gjë, me viza, me çdo gjë. Ajo do të jetë edhe më katastrofë për këta dy dogana këtu, sepse edhe te kalimi nëpër tratë doganave është pak më vonë. Ja kamionat që kanë ardhur prej. Patjetër do të shikosh më vonë nëse do jesh këtu se sa do bëhet radha e makinave të vogla, nuk është thjesht kamionat. Në momentin që u futa për ndipër të madhe kur kalova doganën tonë, kom prit gat më shumë se gjysore aty më tonë. Është rrit fluksi i qarkullimit. Pjesa rrugës është komplet e dëmtuar, nuk është në aksi madh, nga dogana e tutje për në zonë Maqellarës është shumë e mirë, po vetëm kjo pjesa mes dy doganave është rrugë e prishme siç duket edhe vetë. Pika e kalimit kufitar të Bllatës në Dibër u vu në funksion për kalimin e kamionëve, pasi aksi Maliq-Lozhan-Gramsh nuk ofron standarde dhe siguri për udhëtarët.